Që në kryet të herës, në fakt përpara sa të flisnim ose ndoshta të bënim të prezantimin për atë çfarë do të flasim të nesotme, unë nuk tregova shumë objektive duhet thënë, kur thash për Durrësin që është qyteti më i bukur. Megjithatë, pavarësisht të gjithave duhet sjell në vëmendje se cili projekt që ndodh për qytete që padyshim ka një trashëgimi kulturore të jashtëzakonshme dhe duhet ta shfrytëzojmë për mirë, të mësojmë më shumë për ta edhe ndoshta ato turistë që vinë edhe janë kryesisht të fokusuar përgjatë verës të qëndrojnë më gjatë edhe të zbulojnë që këto vende janë gjithvjetore për të zbuluar më shumë. Po jo vetëm turistët, edhe vetë vizitorët vendas mund shkojnë dhe ta vizitojnë Durrësin, i cili të paktën nga Kosova ka qenë shumë i dashur për vite me radhë, vijon të mbetet ndoshta qyteti ku të gjithë shkojmë mbase kur kemi nevojë për pak qetësi, dhe pse jo të gjejmë për te i qetësisë edhe gjithçka tjetër edhe një dritare ose shumë dritare në një botë kulturore të pasur. Absolutisht, edhe duhet t'i vlerësojmë edhe Tirana njëherë patjetër, duke qenë se ka afër, po edhe shumë më tutje. Megjithatë, për një projekt shumë interesant që nuk ka nisur tani, po ka vjueshmërinë dhe kanë vullnetin e mirë për të vazhduar her pas here, kemi kënaqësinë që mëngjesin e sotëm ta nisim me Inesa Sule. Mëngjes dhe mirë se erdhe. Mëngjes, mirë se erdhe. Tani, ne dim që po ndodhin ca gjëra të bukura në Durrës, po tha mos flasim ne paraprakisht, na i tregosh ti se çfarë po bëhet atje, si po vijon ky projekt, si po i afron njerëzit, po një panoramë të përgjithshme duam së pari nga Shtegu kulturor i 12 dyerve apo jo? Po, shtegu si inspirim ka filluar shumë vite më parë, në momentin që ne hapëm qendrën komunitare, një muze për komunitetin, Muze Lab. Muze Labi ndodhe në një nga këto godina ku kishte 2 dyer simbol dhe për tyre u inspiruam për të bërë më shumë kërkime dhe për ta kthyer këtë inspirim në një projekt të mirëfillt. Ky projekt erdhi si financim nga një program i Bashkimit Evropian në Shqipëri që quhet EU for Culture. Dhe nëpërmjet këtij projekti ne mundsuam të gjejmë 12 dyer më domethënëse të Durrësit, me dëshirën e madhe edhe për të pasur edhe më shumë, por kaq ishin edhe limitet deri diku të projektit, dhe për të mësuar më shumë rreth familjeve, historive, jetësore, njerëzore pas këtyre dyerve. Inesa, si u përzgjodhën, se është e vështirë të zgjedhësh vetëm 12 të tilla, pra a kishte disa kritere mbase na tregosh në një nga historitë e këtyre qytetarëve, këtyre familjeve durrësake që ndoshta edhe mund të kishin zgjedhur të ishin larguar në një qytet tjetër, por kanë qëndruar aty duke ruajtur dashurinë për këtë qytet bukur. Po, patjetër, ne bëm një kërkim dhe identifikuam të gjitha godina të shekullit 19-20, e cila është pak e vështirë sepse edhe literatura mungon. Dhe nëpërmjet tyre, nëse ne mund të gjenim komunitet ose banor, pronarët e banesave që ishin ende aty, ajo deri diku na i lehtësonte punën, sepse thjesht literatura në biblioteka ose online nuk do të mjaftonte për të pasur atë historinë njerëzore, dhe prandaj dhe u përzgjodhën këto 12 dyer. Tani, se paktën për mua që kam kaluar një pjesë të mirë në Durrës, të gjitha të dyert që ishin të pasqyruar në projekt ishin dyer shumë të njohura si thuaç, dhe secili kur kalon atje bën fotografi sepse të tërheq vëmendjen, kështu që kam përshtypjen. Më tregoni dhe mua më shumë. Do të çoj në Durrës të shohim se cilën me kënaqësinë më të madhe. Ne do kemi edhe një tur së shpejti, kështu që mund na bashkojmë në datë 7 tetor, pas dite ne do bëjmë një tur jo vetëm për komunitetin, por për gjithë secilin nga Shqipëria që mund të jetë interesuar për të mësuar më shumë rreth dyerve dhe vjueshmërisë së projektit. Fantastike, ja doli dhe rruga atje, po vërtet, si s'po thoja, shumë kanë filluar, domethënë, u pëlqejnë ato dyer, bëjnë fotografitë atje. Ndërkohë, si ka qenë, dua të di më shumë histori për shembull sa i përket një dere specifike ose ndoshta diçka që edhe banorët që janë atje u ka bërë më shumë përshtypje. Se ne kemi kaluar për të bërë një fotografi, por nuk e dim se çfarë ndodh kur hapen ato dyer edhe çfarë fshihet më pas. Për te asaj që na the pak në mënyrë të përmbledhur. Në fakt, disa prej banesave fatkeqësisht për shkak edhe të viteve nuk janë më të banueshme, por ato që janë të banueshme kanë edhe goxha histori interesante. Unë do fokusohesha në 2-3 shembuj, se po të marrim të gjitha nuk do na dalë. Po le të tregojmë ato që janë pak një histori, të cilën unë e kam marrë dhe në intervistë vetë familjen edhe e kam më për zemër, është një familje që ka ardhur nga Rumania në momentin e genocidit. Ata kanë bërritur fillimisht në Berat dhe pastaj janë zhvendosur në Durrës. Dhe kozgjatja e banesës, e bërjes së banesës, ata kanë qenë tregtar, ka marrë zakonisht shumë pak kohë, që në atë periudhë ishte edhe vështirë
gjetja materialeve tjerë, dhe ka dhe një histori njerëzore pasaj, sepse njëra prej familjeve që jeton të aty, ishin 2 vëllezër, njëri prej tyre nuk mund të do të bënte fëmijë, dhe vllai tjetri dhuroi fëmijën e vet, dhe më pas vllait i ndroi jetë fëmija. Jo atit që ja dhuroi, por edhe është, në momentin që tregojnë këto histori, janë jetërisht shumë të prekshme, dhe kur ti kalon në këto banesa, nuk ta jep atë iden, sepse ti jep iden e një banese të gjallë, të mirë restauruar, pastaj një banesë tjetër që mund të përmend është një banesë që është bërë me idenë e një qendre tregtare, ndodhet shumë afër bulevardit të Durrësit dhe kishte brenda një ashensor. Dhe për masat e godinës, mënyra se si është bërë... Dhe fjallë për çfarë viti, nësa ka... Shekullin 19-20, tamam vitet janë pak të vështira... Shekullin 19. Po. Dhe ndodhe shumë pranë bulevardit, njerëzit mund të kalojnë aty dhe Adelina që e ka me përzemër qytetin e Durrësit mund të di ku mund të ndodhet ajo, mund të ketë kaluar aty, por askush nuk e di që brenda saj fshihet një ashensor. Si ishte reagimi juaj kur e pat, kur e kuptua që një banesë ose një projekt, le ta themi, ndërtimi për qendër tregtare që pas ka dhe një ashensor brenda ti? Nuk e kishim pritur, nuk ishte informacione, vetëm në momentin që kemi bërë intervistat me familjarët, sepse ata janë përgjithsisht familjet, janë edhe familje e zakonisht shumë të mëdhaja dhe e kanë të trashëguar brez pas brezi. Atëherë kur kemi marrë vesh, jemi habitur dhe kemi pasur interesin për të shkuar për ta parë godinën. Si zhvillon qytetin e Durrësit, secili informacioni i ri që vjen në këtë formë, sepse vërtet, siç po thonim, na bën habije dhe ndoshta edhe për ata që janë prej Durrësit, si thuash, nuk i din këto sekrete të vendeve. Sa zhvillon secili informacion që vjen këtë qytet? Në fakt, ju e përmendët dhe më parë, Durrësi njihet vetëm për pjesën e qytetit bregdetar, por edhe për amfiteatrin, duke qenë një nga amfiteatrat më të mëdhenj të periudhës romake, për pjesën e qendrës muzeore Durrës, dhe në momentin që është lançuar ky shteg i ri kulturor, ka pasur një impakt shumë të mirë, jo vetëm tek komuniteti, por edhe turistët. Ne kemi disa indikacione që edhe turistët e huaj, thjesht nëpërmjet aplikacionit QR kodit, e kam vizituar vetë, pa pasur nevojën e një guide. Ne këtë kemi pasur në mendje në momentin që e kemi bërë. Edhe nëse ata nuk do donin të punësonin një guide për ta bërë shtegun kulturor, nëpërmjet QR kodit mund të mësonin historitë e familjeve durrësake. Ne kemi 2 opsione, një kod, QR kod për ta vizituar edhe për të orientuar se ku duhet shkojmë për të parë këto mrekulli të qytetit të Durrësit, dhe kemi edhe guidat. Si është Durrësi me guidat? A ka mjaftueshëm se po bëhen ca trajnime? Po, në fakt ne edhe në sesionet e projektit të mëparshëm dhe tani ne po vazhdojmë me bërjen e trajnimeve për profesionistët e kulturës edhe guidave. Se si ti sjellin jo vetëm historitë e këtyre dyerve, po trashëgimisë durrësake edhe më tej, sepse kemi pasur edhe guida nga qytetet e tjera në mënyrë interpretative, se si ti përcjelli me këto elementet e jetës së përditshme që individët që vinë aty t'i mbajnë mend. Dhe ka pasur goxha interes për këto trajnime, ne kemi zhvilluar 2 herë dhe me dëshirën për t'i vazhduar më tej. Po përveç kësaj, ne kemi edhe një gjë goxha interesante për fëmijët edhe për turistët. Ne kemi krijuar një board game në bashkëpunim edhe me komunitetin, me individët që na janë bashkuar në të gjitha këto aktivitete. Mundohemi që t'i përfshijmë sa më shumë komunitetin dhe të marrim sa më shumë feedback nga ta, dhe kemi krijuar një board game që është i fokusuar vetëm në qytetin e Durrësit. A mund të jetë një shembull për të shpërndarë ndoshta edhe për qytete të tjera, ngjashëm si ka ndodhur me Durrësin, qoftë edhe këtë histori, sepse besoj që Shqipëria jonë e bukur ka historitë e secili qytet për të gjetur ndoshta nëse jo dyert një simbolik tjetër, apo edhe për trajnime për guidat që janë shumë të rëndësishme, me që flasim për gjatë gjithë vitit për turizmin, po edhe për fëmijët padyshim. Shihet si opcion për shkakun për të kaluar në një qytet tjetër apo? Po, patjetër. Ne si qendër muzeore, muze komuniteti e kemi atë dëshirën që ta vazhdojmë edhe në qytete të tjera dhe ta ndajmë njohurinë, por edhe projektin ton me individ në ekspertë të trashëgimisë kulturore, guida, historian dhe në qytete të tjera. Tani po shikonim edhe disa nga që më të rroqë vëmendjen. Kjo është pjesë e disa prej trajnimeve. Trajnimet tona janë të ndërthuar mjaft mirë me pjesën e leksioneve,
informacioneve dhe praktikave. Ne nuk qëndrojmë vetëm në hapësirat e Muzelabit për të zhvilluar trajnimin, por dalim edhe jashtë në sitet të trashëgimisë kulturore, në amfiteatër, tetora veneciane, tek dyert, për të shpjeguar më në detaj dhe për të bërë ushtrime që ta bëjmë sa më konkrete këtë trajnim. Të afrohet ndoshta më Ines, çfarë pyetje ju bëjnë më së shumti të huajt për qytetin e Durrësit në këtë rast? Në cila është ajo që ju e dëgjoni më shpesh të thuhet? Është pak e vështirë në fakt, mbase për pjesën e historisë, trashëgimisë, sepse janë të mësuar vetëm me pjesën e trashëgimisë romake ose të periudhës antikitetit dhe ne tani po vi me njërisi kemi të bëjmë me arkitekturën, me histori urbane dhe kanë interes për të mësuar më shumë rreth periudhës italiane të qytetit. Unë jam kurioze se padyshim duke qenë se jeni gjithë kohës duke punuar edhe duke qenë misionar duhet thënë të trashëgimisë kulturore jo vetëm në qytetin e Durrësit. Çfarë donit për shembull nëse të gjithë ata që e vizitojnë këtë dyert dhe mësojnë më shumë do ju lini një letër se kemi parë si trend tani që secili të paktën në qendra të ndryshme vendosin ato përshtypjet e tyre. Nëse turistët po edhe vendasin do linin nga një letër për këtë projekt, çfarë donit ju të lexonit në këtë letra? Në fakt, ne kemi bërë diçka të ngjashme tek një nga dyert e Muzelabit. Ne kemi lënë disa letra të vogla dhe ka edhe stilolapsa që ata mund të shkruajnë dhe të lënë një përshtypje qoftë edhe për derën, por edhe qoftë edhe për hapësirën muzeale. Ne do donim të dinim se si ky shteg përcjellet tek turistët. Ne do donim të dinim historitë njerëzore se si janë përcjell. A ka diçka që i lidh sepse përgjithsisht ka diçka një lidhje emocionale ose një memorie që shif ne, edhe ne kemi këtë gjë ose edhe ne kemi bërë kështu ose këto materialet kanë qenë kështu në vendin tonë. Presim çfarë do lloj feedbacku që do na shërbej në një farë mënyrë edhe për ta përmirësuar shtegun kulturor, por edhe për të lidhur memorjet e vendeve të ndryshme së bashku. Ndërkohë kur flasim për projekte të tilla kaq të mëdha, padyshim që përtej dëshirës për ta zhvilluar një vend e gjithçka tjetër, do duhet edhe aspekti financiar që po thonim që ka qenë një mbështetje deri tani, po për të vazhduar si funksionon të paktën në këtë rast nëse dikush dëshiron të zbulojë më shumë, do duhet të paguajë për shembull për të parë këtë shteg, do duhet ndoshta të financojë në një mënyrë apo në një tjetër. Si e kanë të mundur njerëzit për të njohur më shumë me këtë histori? Në fakt, dyert e banesave nuk mundet të jenë të hapura gjithë kohës për turistët në momentin që vizitojnë, por në secilën prej dyerve ka një panel interpretativ me informacionin, edhe nëse ata nuk e kanë aplikacionin, me informacionin bazik deri diku për këto dyer. Pra të din historikun e tyre, duke marrë parasysh edhe vjetërsi, dhe fakti që janë shumë të vjetra si ndërtesa, duhet patjetër edhe të jemi të kujdesshëm, mos shkaktojmë dëmin. E dim se çfarë bëhet në muzet e huaja që nuk lejohen fotot dhe kjo nuk është për çështje konfidencialiteti. Do lejohen fotot? Po është për do të jemi reale këto. Fotot vazhdojnë. Ne shohim edhe në ekran në fakt që kemi edhe disa element shtesë, këto janë dyert që janë vendosur në përbrit dyerve origjinale. Së bashku me artizanet lokale, që punonin në grep ose mënyra të ndryshme artizanale, ato na janë bashkuar në projektin e parë, se tani është edhe vijshmëria. E kam pasur me pak frikë në fakt se si do i bënin këto dyert kaq të mëdha me ngjyra të tjera, sepse ishin mësuar me ato modelet mbase më të thjeshta etj, dhe duke inspiruar edhe nga historitë e komunitetit edhe banorëve, kanë sjell përbrit dyerve origjinale dhe dyert e inspiruar edhe me kolore që të rreqin goxha vëmendje në momentin që kalon. Të jashtëzakonshme janë artizanet shqiptare. E zhvillon kjo dhe më tej për shembull ata që kanë parë të paktën jo vetëm turistë, po kushdo që ka parë çfarë kanë bërë artizanet kanë ndikuar në mënyrë të drejtë që të shtohet puna atyre? Po, patjetër. Ato janë në përfshirë edhe në projekte të tjera, por edhe kanë pasur atë guximin për të bërë gjëra më të mëdha, sepse këto dyert që ne shohim janë të mëdha sa dyert origjinale, kështu që është goxha punë kolossale. Pra edhe në grep edhe që është bërë nga artizanalet ka të njëjtat për masa, është vendosur. Po, pothuajse të njëjtat për masa, mbase pak fare më të vogla, po në të njëjtat për masa. Në atë linjë fantastike. Ndërkohë çfarë ju gëzon më shumë nga gjithë ajo çfarë mund të kenë thënë përtej atyre shkrimeve që kanë lënë, dhe ajo çfarë thuhet ndërbanor, ndoshta zhvillim më tejshëm, turizëm gjithvjetor, mund të themi. Po, turizëm gjithvjetor. Ky shteg kulturor është deri diku përdoret nga turistët
duke parë edhe indikatorët edhe gjatë periudhës dimrit ose periudhës që në Durrës nuk mund të frekuentohet do të plazhi ose të shkohet tek amfiteatri ose bashkë me amfiteatrin i bashkohen dhe shtegu të dyerve. Pra ata që nuk shkojnë dot në plazh, nuk shijojnë dot detin, kemi këtë opsionin tjetër në mënyrë që Durrësi të jetë i vizitueshëm edhe për gjatë sezoneve të tjera. Dhe në fakt, nuk e di pse unë gjithmonë këtë mendim kam ndarë për qytetin e Durrësit që edhe pse pjesa më e madhe patjetër shkojnë për detin, por është një qytet i gjallë, ndryshe nga shumë qytete të tjera bregdetare në Shqipëri. Inesa, në përfundim, cilat janë planet e ardhshme? A ka një zhvillim, një pjesë të dytë të këtij projekti që të tretë ndoshta? Po, se do sa po kaloj. Ne shpresojmë që do ketë edhe një pjesë të tretë. Nuk kemi menduar shumë detaje, kemi shumë plane për ta vijuar edhe më tej, mbase edhe për ta zgjeruar shtegun edhe për të pasur më shumë benefite në secilën prej këtyre hapësirave që turistët mund të përfitojnë, por tani me pjesën e trajnimeve dhe board game do shpërndahet jo vetëm në shkollat e qytetit të Durrësit dhe do kenë mundësi fëmijët e qytetit të Durrësit, jo vetëm fëmijët, se është një board game shumë interesant se përmban shumë element edhe pjesën artizanale dhe pjesën artistike dhe shumë personazhe që durrësakët nuk i njihnin. Ose i kishin dëgjuar shumë pak. Çfarë personazhe nuk njihnin për shkakun që të pjesën artistike ose pjesën historiane, elemente që janë goxha të vjetra që ne kemi përcjell. Po që përbëjnë historinë e atij qyteti. Po, ose i njihnin zakonisht shumë pak, nuk dinin ato elementet që mund t'i simbolizonin këto si figura, por board game do jetë edhe për turistët. Turistët që do aksesojnë në website-in, që është pa pagesë, do kenë mundësi dhe të shkarkojnë board game-in, ta printojnë dhe të luajnë edhe kur kthehen në vendet e tyre dhe të mësojnë më shumë rreth qytetit të Durrësit, ato element base që nuk i kanë hasur gjatë vizitës së tyre. Të marrin një kartolinë me vete në momentin që shkojnë në vendin e tyre, po fantastike një kartolinë virtuale në këtë rast. Është ide fantastike dhe jam e bindur që kjo do t'i sjell shumë të mira Durrësit duke sjell vizitor nga e gjithë bota. Se kështu funksionon turizmi, paktën nga sa kemi kuptuar. I sugjerojmë dikujt një vend edhe ai pastaj vjen aty dhe sugjeron dikë tjetër. Dhe ne padyshim e sugjerojmë të gjitha të çfarë po bëhet në qytetin e Durrësit për të shkuar edhe për ta parë. 12 dyer janë hapur, po shpresoj që për qytetin e Durrësit, por jo vetëm të hapen edhe më shumë dyer dhe ju të vijoni me këto misione turistike, dhe pse jo, do takohemi dhe do flasim sërish në pjesë të tjera të këtij projekti dhe çfarë do. Do shihemi në Durrës, se duhet shkojmë në këto 12 dyer, pastaj vazhdojmë me fazat. Do na tregojnë edhe dyer tjera që janë në plan. Jam e gatshme. Vetëm pak. Faleminderit shumë që ishe me ne. Inesa, faleminderit për bisedën edhe shumë suksese në këtë projekt që keni ndërmarrë.